Përshëndetje, jemi këtu në minierën e Bakrit në Spaç, ku minatorët kanë nisur grevën dhe kërkojnë të drejtat e tyre. Minatorët janë organizuar në mënyrë sindikale, pra kanë sindikatën e tyre të bërë pjesë të Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë dhe kërkojnë që të lidhin kontratë kolektive pune sipas kodit të punës. Duke qenë se këta kanë shpahur grevën e tyre dhe kanë njoftuar gjithë institucionet, shteti duhet garantoj që të ndërmjetësoj me kompaninë dhe jo t'i dhunoj. Ndërkohë dje në kundërshtim me kodin e punës, policia e shtetit ka ardhur dhe i ka marrë minatorët dhe unë pyes, nëse minatorët nuk e gjejnë të drejtën e tyre te shteti, te ligji, ku do ta gjejnë? Të lutem prezanto dhe thuaj hallin që ke dhe çfarë kërkon nga shoqëria. Unë jam Albert Bushpreni, prej rreth 3 vjetë këtu në këtë kompani, teknik i mesëm shfrytëzim minjera, me pozicionin drejtues turni. Vetiu nga partnerësit e punëtorëve për padrejtësit në punë, lindi ideja të formojmë sindikatën, sepse ajo është i vetmi organizëm që mund të na mbrojë ne. Kjo u bën konform gjitha rregullave, po kompania tash me ato metodat e veta del me metodën se ne ja kemi punuar mas shpinë, sikur kemi pas një pjesë madhe me lidhje me ta. Dhe nuk e pranojnë gjë të tillë. Ne i kemi bën thirrje her pas here që të ulemi e të diskutojmë. Paçësisht nuk është në dëm të kompanisë sindikata. Rrogat u kanë rrit? Rrogat nuk e kanë rrit, rrogat janë. Kushtet e punës? Kushtet e punës nuk po themi se s'ka fare, po nuk janë në atë nivel që duhet dhe minatorët e spaqit sot punojnë si në mesie. Miq, çmimi i Bakrit në bursë ka arritur deri në 3 fish në vitet e fundit. Ndërkohë që rrogat e minatorëve janë ato që kanë qenë dhe kushtet e punës ato që janë. Këta duan thjesht të drejtat e tyre dhe i bëj thirrje çdo institucioni të vinë në mbështetje se janë njerëz të vuajtur që vinë për të nxjerrë bukën e fëmijëve. Nuk është zgjidhje policia ndaj këtyre, është zgjidhje shteti të vijë të negociojë me kompaninë për të drejtat e tyre. Këta duan drejtësi.